O jo, duket se Margo është vërtet e mërzitur për diçka. Na duhen urgjentisht përforcime. Hey Wednesday, nuk është koha për kërcim. Duhet të shpëtoj Margon. Shko përpara, s'kemi asnjë sekond për të humbur. Wow, duket se edhe Motra është këtu. Motra e di më mirë se kushdo se çfarë i duhet Margos. Shpejto. Dhe ja ku është gjyshja. Ajo po që e di saktësisht se si ta kënaq mbesën e saj. Oh, po, të gjithë heronjt janë këtu. Çfarë ndodhi? A është e uritur Margoja? S'ka rëndësi. Sfida jonë e re po fillon. Duket se gjyshja dhe Motra po kalojnë mirë. E po, mjaft me shpërqendrime. Është koha të zbulojmë se çfarë do të gatuajmë. Një burger? Wow! E po, a jeni gati për një sfidë të re? Le të fillojmë. Kështu që gjyshja e fillon me kuleqet e burgerit. Po, kuleqet e pjekur janë shumë më të mirë. Tani na duhet mish i grirë. Gjyshja merr qoftet e mishit të grirë, i vendos në një tigan, i shtyp me një shpatull kështu. Qoftja është gati. Tani një fet djathtë shishëm dhe sigurisht çfarë burger do të ishte pa domate. Ka një qep dhe një kuluq sipër. Wow, gjyshja e përballoi detyrën aq shpejt. Punë e shkëlqyer gjyshe. Tani është radha e Motrës. Duket se kuleqet e zakonshëm nuk do të bëjnë punë. Çfarë? Një petull? Sa e shishme. Motra e pret petullën në 2 gjysma. Tani çokolatat. Sa e ëmbël që është. Por Motra ka diçka tjetër. Është xhel i thartë. Është shumë i shishëm, por shumë i thartë. Tani le të shtoj marshmallow, pak marmelatë dhe shurup manaferre. Pse jo? Tani e mbulojmë burgerin ton të mrekullueshëm. Çfarë bukurie! Duket se gjyshja e vlerësoi punën e mbesë saj, por Wednesday nuk është aq e lehtë ta surprizosh. Kështu që ne fillojmë si zakonisht me kuleçt, sigurisht ata të zinjt, duke skuqur një qoftë kështu. Çfarë po bën Wednesday me një copë djathtë? Wow, sa bukur duket ky djathtë tani, një copë kastravec. Wow, ky burger duket se ka një gojë me gjuhë, por diçka mungon. Është mirë që pranë Wednesdayt ka gjithmonë një dorë që do të ndihmojë me çdo problem. Sy marmelate. Duket se kjo është ajo që i duhet Wednesdayt. Hey, kujdes gjyshe, dora është plotësisht e padëmshme. Tani, le t'i shtojmë sy burgerit. Wow, thjesht shikoni këtë përbindsh. Ai është aq i frikshëm, por ende aq i shishëm. Por cili burger do të jetë më i shishmi? Tani do ta zbulojmë. Margo, radha jote. Oh, sa e uritur që jam. Ky burger duket i pazakont. Le ta provojmë. I shishëm, më pëlqen. Pra, çfarë kemi tjetër? Le të marrim kafshatën e parë. Iu, a është ajo qep? Çfarë muje? Burgeri nuk është ai që të duhet. Pra, çfarë kemi këtu? Këto janë ëmbëlsirat e mia të preferuara. Të hash marmelat me një petull është sipas shijes sime. E po, është koha të zgjedhim fituesin, dhe ai është ky burger. Po, ky është fituesi ynë. Wow, urime për Wednesdayn. A më duket mua apo ajo po buzëqesh? Wednesday po buzëqesh. Wow. Ups, duket se dikush ishte i turpshëm. Duket se Motra dhe Dora kanë gjetur një gjuhë të përbashkët. Oh, është koha që Dora të shkojë në shtëpi. Dhe është koha që heronjt tanë të gatuajnë një pjatë të re. Çokoladë nxehtë. Kush nuk e pëlqen këtë pije të shijshme? Shpresoj që të gjithë të jenë gati. Le të fillojmë. Gjyshja fillon përsëri të gatuaj. Ajo hedh qumësht në një tenxhere. Tani pluhur kakao. Mos harroni ta trazoni. Oh po, një tablet çokolate do ta bëj shijen even më intensive. Sa e ëmbël që është. Gjyshja hedh çokoladë të nxehtë në filxhanin e saj karakteristik. Punë e shkëlqyer gjyshe. Tani është radha e Motrës. Hey, kujdes! Nuk mund ta hash të gjithë çokoladën kështu. Po, gjyshja ka të drejtë. Sheqeri duhet të shtohet mjaft pak, kështu. Oh, çfarë ka ndërmend të bëj? Po, thjesht shikoni këtë adhurues të ëmbëlsirave. Gjyshja nuk e miraton këtë sasi sheqeri. Mirë, është koha të shtojmë qumështin. Kujdes. Ups. Po, Motra qartësisht duhet të jetë më e vëmendshme. Kështu që mund të shtoni të gjithë përbërësit. Tani pak ngjyrues.
Wow, shikoni këtë bukuri. Ky krem është aq i ndritshëm. Tani pak thërime dekorative. Kjo është servimi. Motra bëri çmos. Por kjo nuk është e gjitha. Prekja përfundimtare është kremi i rahur dhe disa marshmallow. Shikoni ëmbëlsinë. Po, motra bëri çmos. E përsosur. E po, është radha jote Wednesday. Këtu duhet një filxhan i përshtatshëm. Dora, nuk mund të bëjmë pa ndihmën tënde këtu. Çfarë të merri? Gjyshe, më mirë kujdesu për nervat e tua. Wednesday hedh çokoladë dhe pak krem të rahur. Shurup manafere, shkëlqyeshëm, dhe disa marmelata Haribo. O po, shikoni këtë servim unik. Çokolata e nxehtë është gati. Pse? Është e çmendur. Kjo është e shijshme. Më pëlqen. Dhe duke vazhduar, kjo është çokoladë e nxehtë nga gjyshja. E shkëlqyer. Çfarë është kjo? Duket e çuditshme, por le ta provojmë. Jo keq. Dhe fituesi është... Po, Motor, ky round është për ty. E po, duket se heronjtë tanë janë gati për një sfidë të re. Çfarë i pret ata këtë herë? Wow, janë patate të skuqura. Ka shumë mënyra për të gatuar dhe shërbyer këtë pjatë. Tani do të zbulojmë se cilën mënyrë do të zgjedhin heronjtë tanë. Sigurisht, patatet duhet qërohen fillimisht. Çfarë po ndodh? Wow, motra ka zgjedhur një mënyrë shumë të pazakontë për qëruar patatet. Gjyshja nuk është e lumtur, por si mund të jetë ajo e zemëruar me mbesën e saj të dashur? Tani duhet të merrni patatet. Kjo është. Motra i pret patatet me një thik speciale. Shikoni këtë bukuri. Është koha për të shtuar pak ngjyrë. Wow, kjo është aq e ndritshme. Shtoni vaj. Dhe ne mund t'i vendosim patatet tona të ndritshme në tigan. Shkëlqyeshëm. Me vajin e nxehtë duhet jeni gjithmonë jashtëzakonisht të kujdesshëm. Hey, kujdes! Ne i përhapim bukur patatet tona me ngjyra në një pjatë. Motra mori patatet të skuqura kaq të ndritshme. Gjyshja preferon një version më klasik të pjatës, dhe ndonjëherë versioni klasik është më i miri, apo jo? O po, patate të skuqura dhe ketchup. Kjo shije është e njohur për të gjithë që nga fëmijëria. Çfarë mund të jetë më e mirë? Punë e shkëlqyer, gjyshe. E po, me çfarë do të na surprizoj këtë herë Wednesday? Patatet e Wednesdayt janë gatuar tashmë. Duket si një servim i zakonshëm. Por prisni, çfarë është kjo? O jo, duket se Wednesday i kanë gatruar anët. Gjyshe, më mirë mbuloj syt, kjo nuk është një pamje për njerëzit me zemër të dobët. Pra, ku ishim? O po, patatet të skuqura. Wednesday i lyen patatet me të zezë. Wow, sa e bukur që është. Duket se edhe motra e vlerësoi pjatën e Wednesdayt. Shikoni reagimin e saj. E po, le të shohim se çfarë mendon Margoja. E po, çfarë kemi këtu? Mos është pak e djegur kjo patatja? Njo, s'ka shije të keqe? Dhe me ketchup? Thjesht super! Besoj se s'do të përmbahem dhe do të ha të gjithën deri në copën e fundit. E shishme. Të tjetra. E po, jo keq. Le ta shohim. Por do të shijoj edhe më mirë kështu. E po, lam të mirë patate. Do t'ju ha. Mendoj se e kam tepruar pak, por ka ende një pjatë të tretë. Çfarë pjate e bukur? Po, është shumë e shijshme. Tashmë po e ndjej. Shumë e mirë, deri në copën e fundit. Ups. Mos u shqetësoni, jam mirë. E po njerëz, a jeni gati për sfidën tjetër? Atëherë le ta shohim.
Pancakes! O, sa e shishme është! Shpresoj që heronjtë tanë të din të gatuajnë këtë pjatë të mrekullueshme. Ka aq shumë mënyra. E po, le të fillojmë. Gjyshja si gjithmonë fillon e para gatimin. Me kujdes hedh brumin e pancake-it në tigan. Shkëlqyeshëm, e shihni koren, mund ta ktheni. Dhe ky pancake është thjesht i përsosur. Këtë do të thotë përvoja shumë vjeçare. Wednesday, çfarë keq që nuk shkon? O, duket se nuk bën dot pa ndihmën e një dore. Kravatë e zezë? Sigurisht. Kush dyshonte? Është Wednesday. Shikoni këtë ngjyrë. Hey, duket se u rrëmbje paksa. Rregull? Le të kthehemi te pankeket tona. Wow, kjo është vërtet e bukur. Po, ushqimi i zi duket gjithmonë kaq me stil, po ngjyra juaj e preferuar, cila është? Lini opsionet tuaja në komente dhe ndoshta në videon tjetër do ta bëjmë atë. Ndërkohë, motra duket se ka diçka interesante në mendje. Wow, ky nuk është më një pancake, por një vepër e vërtet arti. Disi kjo ngjyrë nuk dëshiron të shtrydhet në asnjë mënyrë. What's the matter with you? Au, ishte një goditje e shpejt në sy. Shpresoj që gjithçka të jetë në rregull me motrën tonë. Po, gjithçka është në rregull. Në këtë rast, gjëja më e rëndësishme është të mos dorëzohesh pavarësisht të gjitha vështirësive, apo jo? Po ja dalim. Wow, është një brirësh. Thjesht shikoni këtë bukuri. Po, në momente të tilla gjyshja është kaq krenare për mbesën e saj. Po, gjyshja? Duket se na pret një recetë e mirë e vjetër. Pancakes me gjalp dhe shurup panje. Nga kjo menjëherë fillojnë të shkojnë njargët. Mendoj se edhe pancake-et e Wednesday janë të mëdha. Po, duken të pazakonta. Wednesday shton shurupin e saj të preferuar të manaferave. Dhe... Wow, a janë ato merimanga? Qetësohu gjyshe, këto merimanga janë prej çokolate. E po Margo është... Le ta rregullojmë kapakun. Gjyshe, mos më prek. Hej, mbarova! Dua pelte me shije Coca-Cola. A do ta bësh? Është shumë e lehtë. Le të fillojmë nga gatimi. Më duhet një Coca-Cola. Së pari të heqim qafe. O, sa e mirë! Wow, e mrekullueshme! Ups, më falni djema, po vjen! Jo, Mike! Më falni! Ups, e te prova pak! Tani, duhet të hedhim karamele Nerds në shishe! Mbetet vetëm të derdhim shurup të ëmbël misri! Ashtu si që dëshironte Emily! Patjetër që do t'i pëlqej! Nuk më duhet kjo! Mike, kujdes! U bëra pis. Ups, më falni. Mbyllim shishen dhe i përzjejmë të gjitha. Duke e përzjer mirë. Doli shkëlqyeshëm. Emily do ta pëlqej shumë. O jo, jam gjitur pas shishes. Hajde tani. Wow! Ra poshtë, por jam mirë. Sa bukur! Wow, kjo pelte duket e cuditshme. Çfarë mund të shpik? Do të bëj pelte me mjalt, por nuk kam. E di, bletët e mia kanë bërë shumë mjalt. Ato patjetër nuk do ta kenë problem të më japin pak. Dhe ja ku është koshi i bletëve. Përshëndetje të dashurat e mia. Mos fluturoni mbi kokën time. Kam ardhur t'ju marr pak mjalt. Është në rregull? Shkëlqyeshëm. Patjetër mjaftueshëm për mua. Mirupafshim. U ktheva dhe jo vetëm por me mjalt. O jo, ka i shumë blet. Gjyshe! Do të marr pak mjalt me një shpatull tati. Shkëlqyeshëm direkte në shishe. Kush po bërtet ashtu? Çfarë po ndodh? Ups! Solla blet me vete, por nuk ka gjë.
Tani ka paqe dhe qetësi. E kam mbushur tashmë shishen me mjalt. Mund ta mbyllim dhe ta dërgojmë të gjithën në ngrirje. Le të ngri dhe të ftohet. Unë sigurisht kam një ide shumë më të mirë. Do të marr Coca-Cola dhe do të bëj pelte direkt prej saj. Duke shtuar Coca-Cola, disa marmelata dhe pak flori. Kjo jo vetëm që do të jetë e shijshme, por jashtëzakonisht e bukur. Tani duhet t'i përzjejmë të gjitha. Duke e përzier, duke e derdhur të gjithën në një shishe bosh Coca-Cola. Çfarë pelte e bukur e artë! I derdha të gjitha. Heqim hinkën. Kjo është e bukur! Jo, Mike, kjo është e tmerrshme. Dhe tani duhet t'i ngrit të gjitha. Pak azot të lëngshëm. I ngrin të gjitha shumë më shpejt. Wow, Mike! Shiko magjin! Është e bukur, shef! Po thuaj se harrova peltën time me mjalt. Kështu është më mirë. Pak ftohtë. Mund ta provosh? Shkëlqyeshëm, do ta provoj këtë pelte pikërisht tani. Duket shumë oreks ndjeze. Dhe në një shishe ariu. Wow, e shijshme! Dhe çfarë ka këtu? Duket magjike. A është flori i vërtet? Duhet ta provoj. Wow, ka shije si Coca-Cola. Këtë doja. Wow, bukur! Kjo është pelte me karamele Nerds. Duhet të jetë shumë e shijshme. Është jashtëzakonisht e shijshme. Do të gëlltis gjuhën. Ti fitove. Çfarë? Seriozisht? E mrekullueshme! Hej, gjyshe, mos u bëj penges. Tani dua petulla. Shiko atë vizatim të bukur. Ma përgatit të lutem. Do të pres. Është shumë e lehtë. Do të hedh pak brumë me ngjyrë në tigan. Dua të bëj mini petulla në forma rinjsh. Do t'jenë shumë ngjyrshe, të vogla dhe të mrekullueshme. Gjyshe, mos më bezdis, nuk mund ta prekësh. Më erdhi një ide. Do të gatuaj petullat më të bukura. Unë dhe Emily kemi një qen të përbashkët të quajtur Chloe. Do të vizatoj një petull në formën e qenit ton. Do të jetë shumë e bukur. Duke vizatuar konturin me brumë të zi dhe duke mbushur gjithçka me të pak ngjyrë. Kjo funksionon. Emily do të jetë e gëzuar kur të shoh petullën time. Disa detaje. Wow! Le t'i kthejmë të gjitha. Thuaj se rëzova. Gjyshe, çfarë? Më duhet të mbledh disa perime nga kopshti im. Disa karota dhe kunguleshka. Jam këtu tani. Ju më keni humbur mua, ha? Perime të freskëta direkt nga kopshti. Le t'i grim të gjitha. Do të bëj petulla me karota dhe kunguleshka, duke shtuar pak miell dhe disa vezëz. Pak qumësh, sigurisht. Mbete të përzihet gjithçka me ndihmën e një teli kuzhine. Po thuaj se mbaruam? Brumi i shkëlqyer, duke hedhur në tigan dhe duke i kthyer ato. Mike, a dëshiron ta provosh? Uf, e përshtirë. Duke i vendosur të gjitha në një pjatë dhe pak salt skosi. Shumë e shijshme. Pak jeshillëk sipër, çfarë mendoni? Më vjen keq për Emilyn e vogël. Është koha që unë t'i heq mini petullat e mia nga tigani, duke i vendosur të gjitha në një pjatë. Reqe lule shtrydhe, e jashtëzakonshme. Duke derdhur në veshët e pjatës. Jam një krye, shef. Emily, hajde, jemi gati. Të gjitha petullat are gati. Sa të ndriqme dhe oreksmielse. Çfarë është ajo? Sa e përshtirë.
Dhe çfarë ka këtu? Këto janë mini petulla. Duken bukur. Le të provojmë një. E shishme. Dhe çfarë ka këtu? Oh, qeni në Chloe. Dhe kjo petull është jashtëzakonisht e shishme. Mike, kjo është vërtet e mirë. Yahoo! Kam fituar përsëri. Faleminderit, motra e vogël. Këtë herë dua një burger. A do ta gatuash për mua? Shkëlqyeshëm, po pres. Mishi grir, sa e përshtir. Nuk dua ta prek, por më duhet. E po, shkëlqyeshëm. Tani, një shpatull. Shiko gjyshe. Oh! You. Isha mjaft afër, por duket tmerrshëm. E dini çfarë? Do të bëj një burger të ëmbël për Emily. Më duhet Nutella dhe një lug. Duke lyer pak Nutella mbi simite. E shishme! Për mbushjen do të përdor marshmallow. Është koha që edhe unë të bëj një burger? Çfarë? Do t'ju tregoj një klas master. Oh, kjo është e mrekullueshme. Çfarë mendje madhi? Tani bëjmë një qofte. Duke e skuqur? Oh, jam pak e lodhur. Oh, mos fli. Duhet të përfundojmë burgerin. Jam e sigurt. Oh, nip. A mund ta shihni? Po skuq marshmallow. Dua që ato të shkrihen. Duke shtuar pak marmelat dhe voila! O, zot Mike! Është mirë që Emily më ka mua, një shef profesionist, I cili do të gatuaj çdo pjatë që ajo dëshiron. Oh, ky bacon, pak ketchup sigurisht, gjet marule dhe një qofte sipër, djath, domate, qep dhe bacon. E sakt, do ta përsëris edhe disa herë të tjera. Do të jetë jashtëzakonisht e shijshme. Gati. Wow, çfarë burgeri gjigant! E sakt, është koha që unë të përfundoj gatimin e burgerit tim. Let's go! Duke shtuar disa perime, turshi, I kam bërë vet, domate dhe disa salca. Duke mbulluar me një simite, le t'i krahasojmë burgerët tani. Joti është ende më I lartë, por imi ka shije më të mirë. Gjyshe, mos u shqetëso, gjithçka është nën kontroll. Më duaj vetëm të shkrija pelten. Emily, provoje! Wow, ky po që është burger, është shumë gjigant, duhet ta provoj. Nuk më nxas në gojë, por është vërtet I shijshëm. Më pëlqeu. Dhe çfarë kemi këtu? Një burger I madh gjithashtu? Ups, ranta të gjitha. Duke vazhduar më tej, duket e pazakont, nuk kam ngrënë kur diçka të tillë më parë. Është një burger I ëmbël. Bukur! Më pëlqen kjo ide. E po, fituesi është shefi! Faleminderit Emily. Prit, do të duhet. Detyra juaj e parë është një tort. Hajde, po pres. Shkëlqyeshë motor. Në rregull e dashur. Çdo gjë është e qartë për shefin. Krem djathi I shijshëm. Është perfekt për kryeveprën time të re kulinarie. Do t'i lyej me lehtësi të gjitha shtresat me krem dhe do të përdor një shpatull për t'i dhënë një formë shumë origjinale. Do të jetë një tort ylber, të cilën do ta dekoroj me krem të shijshëm Skittles. Priteni këtë. Kjo është valizja ime speciale. Kam gjithçka që më duhet. Si karamelet e mia. Ja, ku jemi? Është një vepër e vërtet arti. Kur gatuaj torta, ndihem si një artist që krijon një botë të re. Këti ylberi fantastik, po I mungojnë ret prej kremi.
Dhe një palë sy të gëzuar. Voila! Shefi është në punë. E pabesueshme, e di? Dhe unë do të bëj tortën time në formë zemre dhe do ta dekoroj me KitKat, sepse voglushja thjesht i adhuron ato. Le ta vendosim rreth e rrotull. Por kjo nuk mjafton. Na duen më shumë karamele për nepsin tim. Maltesers dhe Skittles. Gjyshe, po ja del shkëlqyshëm. Dhe ja ku është kryevepra ime? Nuk duket mirë. Mos u shqetëso, nuk kam mbaruar ende. Për të bërë një dekor shik, më duhet qese kuzhine dhe sa më shumë ëmbëlsira. Para së gjithash, do të shkri çokoladën me djegësin tim super. Juhu! Dhe tani, do të shtoj thërime blu. Ato do të duken shumë bukur në tortën time. A janë të gjithë gati? Më lini t'ju prezantoj fituesin e ardhshëm. Wow! E rëndësishme nuk është fitoria. Wow! Dua të provoj tortën e shefit fillimisht. Më pëlqen. Pyet veten nëse torta e gjyshes është po aq e shishme. Le ta provojmë. Wow! Unë thjesht adhuroj çokoladën. Faleminderit gjyshe, është super. Oh, duket se diçka nuk shkon me këtë tortë. Nuk më pëlqen shija e saj. Dhe fituesi është gjyshja. Ura! Zonja, kemi një sfidë. Ju lutem, më bëni pak makarona. E po, kjo është një detyrë e lezetshme. Është e qartë. E kuptova. Gjithçka që duhet të bëjmë është të zjejmë makaronat dhe aq. Dhe unë do të shikoj disa TikTok-e tani për tani. Edhe unë do të zjej makarona dhe, salcice për voglushën time të dashur. Sa e mbëlgjyshe, më lër të përqafoj dhe të provoj një salcice në të njëjtën kohë. Është koha për të zier salcicet në ujë të valuar. Ku është tjetra? Ha, kjo ishte? Për të fituar një sfidë, duhet ta surprizosh voglushen me një vendim të papritur. Makaronat e zakonshme nuk do të funksionojnë këtu, kështu që unë do të bëj të mijat nga vezët, qumështi dhe mielli, dhe nuk do të harroj të shtoj ngjyrues në brum. Roza është ngjyra e saj e preferuar. Tani hidheni brumin në një shishe speciale. Aha, gjithçka po shkon sipas planit. Perfekte, le të fillojmë nga puna. Zoti i madh! Shikoni makaronat e shefit. Wow! Po, makaronat e mia të reja janë gati dhe mbajnë erë të shishme. Mungon vetëm shurupi i ëmbël. Arush marmelat. E po, dhe ëmbëlsira të tjera. Për sos mëri. Ti je çuditshme. Spagetit e mia janë gati. Shikoni ato salcice, janë si oktapod. Zjarr! Jo! Ku është fisja jone e zjarrit? Kaq shumë shkum! Jo, të gjitha makaronat e mia u dogjën. Prit. Ka një zgjidhje. Mund të bëj makarona të shpejta në një çajnik. Ja, ku jemi? Unë jam padyshim një gjeni. Interesante. Çfarë është ajo? Këto makarona nuk janë fare të shishme.
Oho, çfarë bukurie! Po më shkon lëng goja. Le ta provojmë. Wow, faleminderit, shef. S'ka përse. Shikoni këto salcishe qesharake. I adoroj këto. Shumë të shishme. Dhe kjo është vërtet e mirë. Ky është fituesi. Po, jam shumë e lumtur. Një përqafim. Detyra juaj e re është një milkshake. Do ta gatuaj në kohë rekord. Do të provoj. Unë jam mjeshtër për këtë. Së pari, duhet të marrim akullore dhe ta bëjmë bashkë me qumsht në blender. Le të fillojmë. Hapim qumshtin, e hedhim brenda dhe bëjmë në blender. Më vjen keq, gjyshe. Harrove kapakun, kështu që u derdh gjithçka. Një ide. Le të shohim se çfarë kanë çantën time. Çfarë? Nuk ka asgjë? Aha! Ja ku është pajisja ime speciale për kokteje. Më duhet vetëm të hedh karamelet e mia të preferuara dhe disa marshmallow. Do të jetë shumë e shijshme. E vetmja gjë që mungon është soda. E dashur. Më vjen keq, ishte një aksident. Tani, gjithçka është gati. Motra ime do të jetë e kënaqur. Gjyshe, ku po shkon? Më duhet të mbledh mjedra për koktejlin tim. Çfarë arome! Kjo kokër dëshiron të futet në gojën time. Shiko, unë jam shefi. Bravo, Nicole! Bukur në noke. Lere për vogëllushën. Mirë, si funksionon ky blender? Nuk marr vesh fare. Më mirë të përdor metodën time të provuar. Aha! Dhe, dhe e shtypur. Mrekullueshëm. Tani, duke hedhur pak qumësht të freskët dhe duke e përzier për të bërë një koktejl mjedre. Epo, çfarë bukurie. Dhe ngjyra, pak në energjik sipër. Duket shumë e thjesht. Më duhet të shpik diçka. Për shembull, kush e fiku dritën? a ke fri nga errësira? Më vjen keq, shef. Kjo është qesharake. Më falni. Ju prezantoj recetën për koktejlin perfekt. Akullore, qumsht, oreo dhe duke i përzier të gjitha. Do ta shërbej në këtë vezë çokolate të mrekullueshme, së bashku me krem dhe karamele. Ja ku jemi. Koha për pak dekor. Vola. Kjo është e mrekullueshme. Wow! Ky koktejl duket i pazakont. Mendoj se duhet të shtyp diku. Wow! Le të shohim. Kjo është vërtet e lezetshme. Gjithçka për ty, vajze bukur. Nuk më pëlqen shumë ky koktejl dhe ka dhe në energjik. Jo, faleminderit. Sa mëkat. Wow! Çfarë shpërthimi? Kjo është shumë e mirë. Faleminderit. Kjo vezë është gjithashtu shumë e shijshme. U vendos. Shefi është fituesi. Po. Faleminderit.